Duke qenë që jemi ende në frymën e zgjedhjeve lokale, ku shumë komuna veç kanë shku në balotazh, ne në studio e kemi të ftuar sot Taher Shabanin, presidenti i Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Vëzhgues Ndërkombëtar në Francë. Me të do të flasim për zgjedhjet, e gjithashtu edhe kemi me u njoftu bashkë, ku do të flasim për historinë e tij dhe si veprimtar i shquar. Historia e Taher Shabanit është shumë breslënse, pasi që fillon që kur ai ishte 19 vjeçar dhe është detyruar me u shpërngul nga vendi. Që ne kam të ftuar zotin Shabania, po i them mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë si u gjetëm. Faleminderit, nuk du të kajtuar të ndalim tek sfidat e shqiptarëve, periudhat ndryshme kohore, po për folur aktualisht, është shumë interesant procesi zgjedhor, vëzhgimi nga pjesa e vëzhguesve me delegacione. Kem kalu mirë, falenderoj në përfaqësues të këtij e qendrës votimit, stafi ka qenë i shkëlqyshëm, trajnu sidomos kanë tregonin një kulturë, një disiplinë, ishin dispozicion qendra votimit, por një moment ishte se fillum direkte, një moment ishte të numërimi votave qendra një tetori në Prishtinë, gjatë mbrëmjes, këte i vëzhgonin këta, ndërkohë subjektet ishin mbrapa, ishte në pyetje ishin 4 me vendos për një votë, që do bëhet. Edhe ishte një djalë i ri, a insistonte, se jo, kështë, se doli njëra këte i përbalta, a ka mundësi ta nëzirën votë, jena 4 antarë, të nëzirën votë. Edhe i humbër, unë e përshëndet dhe thash, nuk e i humbër, se kjo është demokracia. Zotin Shabani, ju keni qenë për zgjedhje tashmë. Janë zgjedhjet e para që po merrni pjesë zgjedhjet lokale në Kosovë, apo keni ardhur edhe herave tjera? Kem përvojë edhe në Shqipëri. Në Maqedoni shumë për herë të parë, ndërsa në Shqipëri kem qenë më herët, në Kosovë kena vëzhgu procesin zgjedhor edhe vite më parë, pastaj Kosova u bon për këto, edhe përshtytja e më duket e bënën edhe këto një përvojë vetën, tek komisionart, tek vëzhgues, edhe tek qendrat e votimit me gjitha ta trajnues. Unë dola me propozim edhe tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të takoj kryetarin gjatë javës, do të propozoj që trajnues në nivel Kosovës t'i përkrahom me trajnime nga Parlamenti Evropian, që të krijohen mundësitë e fondeve, dhe të organizojmë trajnime, modula me trajnime, për të ndihmuar në disa modula që janë specifike tek programi dhe vëzhgimi zgjedhor. Okej. Duke qenë që keni përvojë edhe me Evropën për zgjedhjet, mundesh me na bëni një krahasim, Kosova që shqendron me vendet evropiane edhe procesi zgjedhor? Shumë interesante, se në Francë kom jetu shumë vite, me vite të tëra, jem bërë rezidencë dhe atje më llogarisin si qytetar nderi dhe shembull integrimit, më marrë pjesë, edhe atje kur janë zgjedhjet, ka zgjedhjet, kalendari zgjedhor respektohet në Evropë. Çdo 6 vite janë zgjedhjet lokale, departamentale, regionale, për regioni Francës Auvergne Rhône-Alpes, po është i dyti pas Parisit, me zhvillim ekonomik edhe ka investimet më të mëdha kapitale, bashkëpunimet, mjafton regioni Auvergne Rhône-Alpes, me qenë region me përkrah Kosovën, me të vërtet mund krijohet një partneritet, s'kem nevojë me vrapu as lindje as perëndim. Atje është shumë interesant, se kur shkojmë votua, përfundon zgjedhja, shumë shpejt na dalin rezultatet. E këto vanohen, nuk arrim dot si mund të lëviz ky mekanizëm i administratorëve, i çështje tek informatika, se kuptohet se ka pengesë me kamera, ka pengesë të regjistrimi, vondohet, po nga njerë u vënun kohë gjatë rezultatet për këshilltarët komunal. Dhe atje është shumë interesant se ne jonë ata që janë pjesë të administratës. Pastaj është shoqëria civile, populli. Çdo komuni bën apel popullatës, nuk ka vëzhgues as komisar. Ne shkojmë në forma vullnetare te numërimi votave. Mbaron me numërimi, firmosëm proces verbalin edhe në ora 8, se për komuna përfundojnë 7. Dhe në 8, përfundojnë rezultati dhe del rezultati. Dhe thotë, është një proces shumë i shpejt.
është e vështirë, do të me qenë sistem për ta kuptuar. Prandaj, Kosova dhe Ballkani Perëndimor, si Shqipëri, Maqedoni, Malzi, do të morin shembull te komuniteti evropian. Unë jam për me qenë një urë e ndërmjetësimit mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Zgjedhjet parlamentare unë isha tek Fakulteti Filologjik, vëzhgonin procesin gjatë mramjes. Aty shikoj disa observatar. Kishin ardhur siç në përsalla, dhe ta Kosova e administronte, jo ata ishin vëzhgues. Kërkuan identifikimin, u prezantuan shumë rregull. Unë e lash të heshtës, ndërkohë, thash më falni, kush është shefi delegacion? Dul një eurodeputete nga Lisboni, e përshëndesëm delegacionin e eurodeputetëve në Kosovë që kontribuojnë për vëzhgimin e procesit, e ndërkohë, tha gjithë këto vështërsi që hasen këto, a keni vrej diçka, të shumë kom një kërkesë të ju. Pse thash ju nuk organizohet një modula trajnimesh për stafet e KQZ-s, edhe vëzhgues që janë prezent në Kosovë, njëkohësisht edhe trajnues, të përgatitëm edhe ato modelet e Komunitetit Evropian të jenë shembull tek KQZ-ja në Kosovë. Për atë çështje jam të diskutuar, uroj që shumë shpejt të të startojnë grupet e miqësisë me Bashkimin Evropian, me vendet partnere, dhe të krijojnë mundësi përmes grupeve të miqësisë të organizojmë, gjejmë edhe mundësinë të buxhetit financiar që të përkrahas stafi. Okej. Për sa i përket procesit zgjedhjeve kështu kur dalin qytetarët në Kosovë me votua, jemi kështu shembull se çu shkon procesi zgjedhjeve? Gjatë muajit kom qenë votimit. Muajin ma isha në Shqipëri, në Shkurti shumë këtu, së pastaj nga non Shkurti shkoj Vjeshta, ushtrues detyre, kryeministër, qeveri, këto janë pak kuptim përballë Komunitetit Evropian. Takova zëvendës presidentin e Senatit francez, një mik i mirë i popullit shqiptar, Loïc Hervé, edhe ma bën një pyetje. Sa çfarë po ndodh miku jon? Çfarë do të ndodh me Kosovën? Kur do startoj, kur do formohet qeveria? Është në proces, janë diskutime me forcat politike. Edhe një heshtje kështu, një posqeshje, urojtë që Kosova të avancojë te kriteret e Bashkimit Evropian, se me qeveri ushtrues të tyre kemi shumë probleme integrimin në Bashkimin Evropian. Edhe Shqipëria, përballë Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Kosovë konfirmoi nga kondi im edhe vëzhgues që kanë qenë me ne, vazhdimisht dëshmohet se ka një kulturë, ka një tolerancë, ka një respekt, edhe jem shembull për rajonin. Isha në Maqedoni, besoni, kur kem shku me mora akreditimet, mu duke çfarë sistemi jem, a ka evoluar njerëzim, institucionalisht, apo ç'a ndodh. Këtu tjetër formë, këtu është pritja protokolare, ku marrë, më kam prit në KQZ, konfirmohë si ku marrë begjet për gjithë vëzhgues, gjithë Kosovën kem pas, ndërsa Maqedoni, u diskutuan, mu akreditu instituti, edhe me kërkesën e zëvendës kryetarit Komisionit Shtetëror Zgjedhor, propozohet në rendite, akordohet observimi vetëm kum qenë i akordum si vëzhgues. Më thotë, shikoni sa është procedura administrative, birokratike, mund ta quaj shumë thjesht. Përballë tyre, Kosova ka një kulturë, ka një përvojë, gjithë këto përvoja. Po për këto, unë mund të bëj një krahasim. Ne kemi qenë të administruar nga Kombet e Bashkuara. Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë me administratorin francez nga OKB-ja, Bernard Kouchner, kalon një administratë, kalon katastrin, gjenjen civile, materialet, gjitha këtu. Ne nuk kena prodhu diçka, i kem pas sistemin, e kem fut me, kem dal nga sistemi Kombeve të Bashkuara me administrim ndërkombëtar. Gjitha këto e një faktor. Kur kam bajt një ngjarje Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, për një konferencë ndërkombëtare u takum gjatë drekës, edhe unë po të rastin 2 minuta mi fol, mi falenderu Kombet e Bashkuara që kam punu gjithë kontributin për administratën e Kosovës. E këto nuk janë të rastisht. Është një punë ba me vite tëra, me diseni. Edhe uroj që paralelisht Shqipërisë dhe vendet tjera, Kosova të plotësoj kriteret drejt Bashkimit Evropian. Okej, po shpresojmë që shumë shpejt ka me ndodhë kjo, po shpresojmë që edhe qeveria ka me
u formu shumë shpejt, sepse jemi një ngërç politik. Ne po presëm shumë shpejt të uroj Ministrinë e Jashtme, protokollin, Ministrinë e Jashtme, të integrime, bashkëpunimet, edhe të vazhdohet me agenda bilaterale, multilaterale, se Kosova nuk ka kohë për të humbur përballë partnerëve ndërkombëtar. Është një domosdoshme një prioritet nacional. Po çfarë mendimi keni ju për mosbërjen e qeverisë dhe ky ngërç politik që është në Kosovë? Nuk është asnjë arsye. Nuk mund të arsyetohet. Këto vetëm as nuk e marrë me kritiku, as me lavdruan. Gjatë shtatorit, se më zit një portfolio, shtator ka qenë forumi ekonomik i organizatës botërore të tregtisë. Ka pas viti që vazhdimisht institucionet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë, partnerët ekonomik të Kosovës jënë përgjegjur pozitivisht. Këtë kohën e fundit, pavarësisht se kom propozu Ministri i Zhvillimit Ekonomik një delegacion të jetë nivel qeveritar, ndër qeveritar, nuk kanë qenë. Se vetëm ja mundësi që kemë qasje në organizatën ndërkombëtare të tregtisë. Aty është tregtit botërore, janë dhomat e tregtisë, është Komisioni Evropian, Banka Botërore, partnerët ndërkombëtar. Aty është një mundësi shumë e mirë për të lobuar për Kosovën. Unë me vit tëra e kom bën një lobim tillë dhe vazhdoj, dhe bëj apel. Pavarësisht se nuk kemi ushtrues të tyre, kemi departamentet, i kemi drejtoritë cilat du të funksionojnë. Ata kanë kompetenca ekzekutive që të përfaqësojnë dikasterët e ekonomisë dhe zhvillimit Kosovës me përfaqësim jashtë. Tërsa ndërkombëtarët, zotëri Shabajnë, çka po thojnë për ngërçin politik në Kosovë që është duke ndodhur? Është bën apel, vazhdimisht të bën apel që të reflektohet nga qeveria e Kosovës edhe të kalohet kjo krizë. Edhe shërbimi diplomatik ka vështirësi sot. Ne përshëndesëm stafin diplomatik të Kosovës në ato vende. Po, unë nuk e kuptoj dot. Nëse flasëm për protokollin e shtetit, nuk është asnjë arsye, diplomatët e Kosovës kanë s'është arsye as morale, as etik profesionale edhe ligjore për shërbimin e jashtëm, që të largohet nga misioni edhe të kthehet mbrapsht. Duhet ta vazhdoj 2-3 muaj s'poko që të përgatit atë që zëvendëson në ambasadorin, kush vjen nga Kosova që shkëmbehen, jo të jenë klasorët në ambasadat tona, shërbime diplomatike, edhe ish ambasadori etik, edhe të vjen Bredh Bulevardi në Tereza. Për të përgatitur një diplomat duhet shumë vite. Edhe ato vite janë shpenzimi Kosovës, janë kosto. Nuk bëhen të leta. Prandaj, këtë forma e bashkëpunimit akademik e diplomatik është një sfidë që duhet kontribuojnë edhe ish diplomat, se kanë një përvojë të shëqyshme. Ta mund t'i bashkangjitën ministrive, përmes Huazim Gradash, shërbimi diplomatik mund të kalon nga ministri në ministri tjetër. Jo pastaj të ankohen se jemi pa punë. S'është arsye. Po. Zotëri Shabajnë, flasim pak edhe për ju që jeni presidenti i Institutit për bashkëpunimin dhe zhvillimin vëzhgues ndërkombëtar në Francë. Tregona pak për punën e juaj. Na kena mundësit akademike me komunat. Kem kriju bashkëpunim edhe me komunat të Kosovës. Për shembull, komuna Vitis ka qenë një shembull. Unë tani kom vendos me përkrahë komune e Drenasit, se jënë kryetar komunas që kontribojnë dhe jënë teren me qytetarët. Me Francën kena kriju bashkëpunime, me Zhenevën kem kriju bashkëpunime, kem prit delegacione, kanë marrë pjesë. Ne kena pas mundësin që për komunat edhe qeverinë e Kosovës në kaluarën, që propozojmë takimet përbashkëta në Komisionin Evropian. Përse të vije vetëm ministri, do të vije edhe ai agronomi që njeh bujqësinë, blegtorin, do të vijë të flas problemet e përditshme me cilat ballafaqohet. Edhe kur e kam organizuar një takim tillë në Bruksel, nuk u prit mirë. Pastaj kur e vretën se po shkon barë, edhe pozitivisht u prit dhe ka pas fryte, ka pas përkraje Kosova, se mos bujqësi, blegtori, unë nuk kom dallime, ajo shkojnë bujqësi, a kthejnë në diplomasi, jom nga tereni, edhe nga teoria i lidhën bashkë, se nëse vazhdojnë student vetëm ligjërata në universitet dhe nuk shkojnë me bu praktiken, është pak në mangësi edhe si do ketë një përvojë.
me universitete kena kriju një bashkëpunim akademik, po kena kontribu me literaturë, Universitetin Hasan Prishtina dhe kolegjat universitare dhe Maqedoni, ta që kemë plan me ndihmu Universitetin Lygjë Garakushi në Shkodër. Okej. Gjithashtu në Francë, ju keni kontribu që me u bodhe me u hapë një shkollë shqipe, apo? Ka qenë shumë e vështirë kër ke morë iniciativen, pasaj me kohë fillun të akuptojnë familjarët nga Kosova, kem firmos diskutime shpeshta me kryetarin e komunës dhe nën kryetaren, më kam kuptu shumë drejt, për herë të parë firmosëm një konvent bashkëpunimi që të respektot për vendet e Ballkanit perëndimor. Do thotë tu kom caktu njëra për gjithë zonën shqiptare për nivelin e gjuhës shqipe. Pastaj do jetë vazhdimisht konform plan programit Kosovë-Shqipëri, kom kërkuar nga qeveria shqiptare në Tiranë që të përkrahet kjo iniciativë edhe arsimtar të mirën përsipër përmes konventave bilaterale arsimore për arsimin mes Francës dhe Shqipërisë, të mirën përsipër dhe menaxhimi financiar i mësuesve shqiptar, arsimtarë gjitha që janë me mësime. Kjo është bo një shembull. Tani po vinë kërkesa nga zonat tjera gjeografike, kërkojnë. Unë tani ju kom bo apel shqiptarëve, merr iniciativa, ju dërgojnë formularët për pyetjen e lisat. Nëse banë mbi 15-20 nxënësa nga mosha 6 deri 11 vjeçare, ne do kërkojmë një konvent asaj komune ku jetoni, një konvent bashkëpunimi në kodër të institutit. Vazhdimisht edhe startojna në aspektin e konventave bilaterale për arsimin shqip. Kjo është një e parë, ka fillu nivel institucional. Shkolla do të jetë vetëm në gjuhën shqipe? Për gjuhën shqipe. Që të jetë një program me standarde evropiane dhe trajtohet arsimimi vetëm çështjet e laicitetit. Kosova është shtet laik, Shqipëria është shtet laik, Franca është shtet laik. Edhe laicitetin të avancojmë përpara në këtë drejtim. Okej. Zotë Shabani, flasim pak edhe për historinë e juaj, se si 19 vjeçar, ju është dashur me lanë Kosovën edhe me shku jashtë vendet, ju gjithashtu mbani titullin edhe si ambasador i paqes. Ka qenë shumë e vështirë, kur ne si familje në Ferizaj kem qenë për ndjekur. Vëllezërit kanë qenë 6-8 nga manifestimet e Kosovës për rublik dhe shtet, kanë qenë detyruar në Shqipëri, njëri ka përfundu atje, tjetri në Përburgje, pasaj u këthy ne si familje, pasaj kur ka arë, kem pas pasoja, edhe me manifestimin e demonstratat 81, andej vetëm familja jonë ka qenë shënjesër, kem qenë detyru mu largu. Pasaj jena morë me aktivitete, se zdo flasëm dhe ta këtë është një monografi e shkëlqyre e familjes tonë, po përgadisëm një monografi shumë shpejti do të dhe një edicion. Botem, jashtë kena kontribu, nuk jom që kom ngritë flamoj, por kur kanë qenë manifestimet e para për shqiptarin në Evropë, ke morë pjesë në gjitha zonët geografike të bashkimit evropian, jeta ishte tillë, për këtë vend e kem bërë dhe ndihem krenar që sot vim studio, kalojmë, vetëm mund të bëj një krahasim. Kur kom ikon, kom qenë të në fshata, fërfrezdoj të motra, aty folqin për Adem Demaçin, për simbolin e heroizmit shqiptar, rezistencën, edhe atë natën në më largu nga teritori Kosovës. Ka qenë emocionuse. E tani vinë Kosovë, para 2 dite isha në Akademinë e Sigurisë të Policisë në Voshtri. O prita, më shëshunë sindikatat e Policisë Kosovës i falenderoj përzemërsisht për kontributin e tyre dhe gatishmërinë që më përkrajnë e më ndihmojnë. Me Akademinë e Policisë Sigurisë, kur unë kom ikë në ilegalitet, e sot vim ndihmojmë për trajnime për këto, është një që nuk e kena prit. Kjo në e forcë nevesh, edhe në e forcë moral, të fortë që me rezistu, me vazhdu misionin tonë, se nuk përfundon misionin. As si ambasador paqe, as si president e institutit. Rjetin e ambasadorët paqes e kem shtrije. Do të thotë kem edhe nga prokuria, nga forcat e rendit, nga gjyqësori, kem ambasador në rjetin e paqes.
për jetën e pasës du me zbulu një lajmë interesant, se këm thonë publik dhe i tani. Jem të përgadit një ngjarje me Universitetin Isa Bolletini. Pranverë 2026 mund startojnë një summit për sigurinë globale dhe regionale. Bashkëpunim me Fakultetin Juridik, Akademinë e Sigurisë nga Voshtria, edhe Komunën e Mitrovicë në kur veprojsh me një territor, do të akordohesh edhe me politikat lokale. Okej, shumë mirë. Disa lojme që besoj që janë gëzueshme për qytetarët tanë. Ndërsa ju po tregoni që keni qenë familja ju ka qenë përndjekur politikisht që keni ik jashtë vendet, po nuk e ke harru kur Kosovën. Gjithmonë vjen në Kosovë dhe sot e kësaj dite ju vini shumë shpesh në Kosovë. Vim, mundohem me qenë sa ma shumë prezent, gjatë verës kem pas angazhime, kom nërru rezidencën, kom dalë nga Franca në Zhenevë, po përsëri kryetari bashkisë në Francë, kur e bëm hapen ceremoninë shtatorë, ndëgjoni, këtu e keni shtëpinë e juaj të hapur tërë kohën, pavarësisht se në tjetër se bashkëpunimi mes zonës kufitare quhet Zheneva Madhe. Francë, Zhenevë i kanë raportet e shkëlqyeshme dy shtetet. Edhe në këtë rast mund të falenderojnë në veçanti për vëzhgimin e procesit zgjedhor ishte presidentja e parlamentit të Zhenevë, një mikeshe shenjtë e Kosovës, qytetare nderi e Drenosit, ta në Irak, e cila vjen Kosovë, kontribon i përkrahut drejtat e njeriut, drejtat e grave, dhe ka marrë iniciativë shkëlqyeshme që në Drenas ndërtohet një memorial në shenjtë e viktimave të Kosovës, sidomos për femra shqiptare. Isha e shoqërova Komisionin Qeveritar, po shikon, është të përgatitur edhe një projekt rezolut për të mbrojtur viktimat e dhunës në aspektin global për gjithë botën, po ajo e ka qëllimin kryesor mu i dediku me përkrah Kosovën. E gjitha këto na bojnë forcë, na hapin, kur edhe na shoqëroi Mitrovicë Verit, se kish këtë telashe, njoftova forcat e rendit në jo këtë Mitrovicë. Keni qenë? Edhe na kanë shoqëru, kem pas transmetime drejt për drejt nga Veri Mitrovicës, u prezentoj në përbërjen e delegacionit, dalë gjithë një plan e parë, i dyti dilte ish presidenti i parlamentit, Erik Levra, një mik i shenjtë i Kosovës, që ka kontribuar mbi 12.000 ekzemplar literaturë për vendin tonë, për student, për staf akademike dhe studentore. Këto janë, ka shumë për të folur, po janë gjëra, janë çështje nga lajmet e mira që i keni nda me neve. I nda, me kënaqësi, unë nuk tek gazetaria shqiptare do të shprehim ato që janë. Po jo në të shprehim dhime premtime, se do bojmë, nuk ndryshohet. Po, patjetër. Në gjithë kjo infrastrukturë, për një kohë shkurt, isha me presidentin, ish presidentin e parlamentit Zhenevës, sot ka avancuar nga Maqedonia infrastruktura, që kur të arrim të hanë një lezet, për njëherë nga dalëson edhe shpejtësia. Uroj që kjo zonë geografike të shkoj bashkërisht drejt integrimit të Evropës. Nuk është e lehtë, sfidat, qëllimi im është nga aspekti arsimor që të vazhdojmë, kontribuojmë trekongshin akademik. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Që të kontribuojmë këtë drejtim. Andej nga komunat shqiptare erdha ato nga pjesa toksore kërë erdha në Prishtinë, edhe ato komunat shqiptare në pjesën e Molizë i takova disa përfaqësues. Uroj që t'jem edhe një kontribus nga Zheneva e Komitetit Evropian, që komuna Olqinit të arrijë një binjakëzim me një nga komunat mesdhetare territorin e Francës. Zoti Shabani, keni me vazhdu me nejt në Kosovë halo, apo keni më këti? Unë do vazhdoj disa agenda. Në vazhdim presin Shkodra, shkolla 28 nëntori është shkolla më e mirë në nivel republike, do mundohem të krijojmë një binjakëzim mes Shkodrës edhe një shkollës franceze, pastaj nga Këshilli i Qarkut do kem edhe e kom zgjedhur si bashki Vodejes. Jëmon me disa pjesë teatrale, shfaqjen e kur bashkohet Donika me Skënderbeun, njën dy aktorë dhe një aktor që luajnë atë rol, ajo shumë një ngjarje interesant. Kom propozuar me kriju një binjakëzim mes një zonës gjeografike periferike me Shkodrën dhe një nga komunat franceze.
Pastaj si prioritet edhe një lajm. Jem përfundim e definu vetëm disa në kanë betë në çështjet preliminare të agjendës. Drejtori i shkollës më të mirë nga Franca janë Moset, po do vi me 3 pedagoge, do vizitoj një nga shkollat e Prizrenit, që të krijohet një bashkëpunim pedagogjik mes arsimtarëve. Mes arsimtarëve të Francës edhe të Kosovës. Do thotë në pranverë presëm që të vinë nxënësa nga Franca, të vinë në Kosovë. Edhe përballë kësaj kom propozuar edhe Kuksi më marë. Edhe e zonë është e vujtur, edhe ta ka nevojë. Do t'i vej kusht Prizrenit. Nëse ju bashkëpunoni me Kuksin, atëherë keni çështjen edhe me neve në Evropë. Përballë kësaj, këtë rast përshëndes delegacionin francez i cili ka ardhur në Viti, këtë mbrome poshtë ndeshjen e parë në fshatin Poxaran, një nga klubet sportive franceze është një binjakëzim të përgatit për sport, kulturë, mes Vitinës dhe komunës Saint-Julienit në Francë. Ata do qëndrojnë këtu deri të martën, edhe kom propozuar nga e hënia të vizitohet Parlamenti i Kosovës, Ministria e Kulturës, Drejtoria Sport Kulturë, Komiteti Olimpik, të shohin nivelin e Kosovës, tu do jenë deri të hënën, nëse ju keni hapësira, urdhoni e keni një delegacion me nxënësa me mosha të reja, që në rritë në Francë përsëri vinë në Kosovë me delegacion 2 nënkretar komuna shishin, edhe presin me padurim të bashkangjit në edhe agjenda fytyre. Këto janë mrekullit që mund bënë për vendin tonë. Shumë faleminderit që i ndohet me neve disa nga lajmet e mira dhe të gëzueshme, e gjithashtu faleminderit që falem pak edhe për zgjedhjet lokale në Prishtinë, edhe për historinë e juaj. Kështu që kemi më pa dhe erave tjera, po besoj. Faleminderit që keni ardhur sot në #gjithse, edhe shumë shëndet. Faleminderit, ju u shko mbar, falenderojmë edhe ata mbrapa kamerave, stafin të mrekullueshëm, juve bashkërisht me gjithë redaksin, me njës në më delegacionit dhe gjithë aty në kontribuesve për vendin tonë për tokën Dardone. Faleminderit shumë.